Përshëndetje të nderuar zonja dhe zotrinj. Ja ku po takohemi sërish sot së bashku, këtë herë për të ndarë një histori shumë të dhimbshme. Një fjalë e vjetër popullore thot kështu: të ndahet thonjë nga mishi nuk ka dhimbje më të madhe, dhe të ndahet nëna nga fëmia, nëna të jeton, e fëmijës t'i hudhën truall. Kjo është më e keqja, por çdo gjë në jetë siç na e sjell Zoti ashtu edhe e pranojmë. Historia e radhës na vjen nga qyteti i bukur i Shkupit. Një zonjë e nderuar ka vendosur që të ndajë historinë e jetës së saj së bashku me të gjithë ne. Dhimbjen që ka përjetuar dhe përzgjedhjen e guximshme që ka bërë, që në fakt janë të pakta ato femra në moshë të re që bëjnë një përzgjedhje të tillë siç ka bërë kjo zonjë. Historia fillon kështu. Unë jam nga Shkupi, një qytet që më ka dhënë kujtime, por që gjithmonë ndjeva se nuk do të ishte stacioni im i fundit. U rita në një familje të zakonshme, me vlera të thella dhe një edukat ku nderi, turpi dhe përgjithësia kishin peshën më të madhe se vetë frymëmarrja. Sapo mbarova shkollën e mesme, jeta ime ndryshoi pa paralajmërim. U fejova dhe më pas u martova me një djalë nga një familje e njohur në lagjen tonë. Ai ishte djali vetëm, apo siç i thon, hasreti i nënës së tij. Një djalë i qetë, punëtor dhe me ëndra të mëdha për të ndërtuar një jetë ndryshe. Nuk kishim shumë, por kishim njëri tjetrin. Mbaj mend të dasma jon ishte e thjesht, por plot me dashuri. Njerëzit na thoshin jeni bërë për njëri tjetrin dhe ne i besonim. Pak muaj pas martesës, bashkë me burrin time dhe me vjerën time, morëm rrugën drejt Gjermanisë. Atje kishim njerëz, kishim një shpresë për jetë më të mirë dhe mbi të gjitha, kishim forcën e familjes së bashkuar. Gjithçka ishte e re. Gjuha, rruga, mënyra e jetesës, por ne u përshtatëm. Punonim fort dhe çdo mbrëmje mbusheshim me shpresë se po ndërtonim diçka të qëndrueshme për të ardhmen tonë. Pas disa vitesh, lindi vajza e jon e parë. Pastaj pas 2 vitesh, erdhi në jetë edhe vajza e jon e dytë. Shtëpia u mbush me zëra fëmijësh, me lodra përreth, me net pa gjumë, por me lumturi të pafund. Bëra gjithçka që një nënë e re bën. Mbajta fëmijët, gatuaja, pastroja, punoja her pas here dhe kujdesesha për vjerën time, e cila më respektonte dhe më donte aq shumë. Ajo më trajtonte si vajzën e saj. Jetonim të qetë me halle të vogla, por me zemrat plot. Por pastaj gjithçka ndryshoi. Ishte një ditë e zakonshme. Burri im kishte dalë herët për mua, edhe herët kishte dalë për në punë. Më telefonoi në mëngjes edhe më tha: mos haro të lësh makinën te servisi dhe përqafo vajzat për mua. Dhe pastaj nuk erdhi më. Një aksident i rënd, një kamion që humbi kontrollin, ai e vdiq burrin tim në vend. Mu shem bota, mu ersuan syt. Ishte vetëm 35 vjeçar. E pash trupin e tij pa jetë në morg dhe nuk mund që ta besoja. U luta të ishte një ëndër, por jo. Ishte realiteti im i ri. Në atë moment jeta nuk ishte më e imja.
Vajzat u përqafuan me mua e qanin, Vjera u lërinte dhe binte në përtok. Ajo kishte humbur të vetmin djalë, unë kisha humbur burin, partnerin, shokun tim të jetës, ndërsa vajzat kishin humbur babain. Erdhi momenti ta fusnim në dhe. Gjë më të keqe nuk ka. Vjera ime mbaj mend tër natën rinte në dritare dhe fliste me hënën. Mua s'më merrte gjumi. Vajzat duke fjetur zgjoheshin duke bërtitur babi. Kaluan ditë shumë të rënda. Familja ime nga Shkupi më tha: hajde bia ime, mjaft është. Të kujdesemi ne për ty. Për fëmijët e tu je shumë e re për të mbetur atje. Por edhe unë e kam menduar natë pas nate, por i thoja vetes si ta lë Vjerën. Ajo ishte kthyer në një grua e pajet, qante çdo ditë, shikonte fotografitë të birit dhe fshihte lotët që mos ta shihnin vajzat. Ajo më kishte qëndruar gjithmonë afër, në lindje, në vështirësi, dhe më kishte dashur si nënd. Ku ta lija tani? Vetëm? Paskënd? Unë vendosa të qëndroj. Të punoj, të mbaj shtëpinë, të riz vajzat e mia me mundin tim dhe të kujdesem për Vjerën sikur të ishte nëna ime. U bëra gur, u bëra mal, u bëra gjithçka që një grua mund të jetë. Punova si sanitare, si pastruse, fillimisht në një hotel, pastaj në një shkollë, më vonë nisa të bëj kurse për gjuhën gjermane sepse doja të rritesha edhe vetë. Çdo mëngjes i ngjante të djeshmes, por çdo darkë ishte një fitore. Vajzat rriteshin, shkonin në shkollë, filluan të mësonin më mirë se unë. Më pyesnin për babain dhe unë gjithmonë flisja me lot në sy, por me krenari. Babi juaj ishte një njeri mirë dhe ne do ta mbajmë gjithmonë gjallë në zemrat tona. Sot kanë kaluar disa vite. Vajzat janë pak më të rritura, pak më të kuptueshme. Vjera është më e moshuar, por e lumtur që nuk mbeti vetëm. Shpesh më thoshte me lot në sy: nuk je nuse, je bia ime. Po të mos ishe ti, nuk do t'isha gjallë. Dhe këto fjalë më japin më shumë forcë se çdo pasuri. Jam vetëm 36 vjeçe. Njerëzit më thonë bëje një jetë të re, je ende e re, por unë nuk jam vetëm një grua, jam një nën, jam nuse që nuk u largua kur ishte më e lehta të ikte. Jam njëri që jeton me dinjitet, që mban një familje mbi shpinë dhe nuk ankohet. Më mungon burim çdo ditë, por jam e sigurt që nga atje ku është krenar për mua, për vajzat tona, për mënyrën se si e ruajta familjen tonë dhe për dashurinë që vazhdoi edhe pas vdekjes. Kjo ishte historia ime, nga Shkupi në Gjermani, nga vajzë në grua, nga nuse në mbrojtëse e një familje, nga e thyer në e pathyeshme, dhe kjo është vetëm fillimi i një jete shumë më të rëndë që më pret. Unë 2 fjalë më patjetër do t'i them: vetëm vepra që ti ke bërë, që Vjerën tënde nuk e ke lënë vete dhe u je kushtuar vajzave të tua, ti ke fituar mirësitë e këtij universi dhe jeta jote do të vinë në format më të mira të mundshme. Ne e dim që Zoti të merr, por Zoti edhe të jep. Ne të gjithë do të shkojmë një ditë në universin tjetër, kush më herët e kush më vonë, nuk është turp të qash, nuk është keq ta nxjerrësh lotin nga brenda, sepse dhimbja e vdekjes nuk është dhimbje që mund të komentohet me gjë tjetër, nuk është dhimbje që shërohet, dhe ajo dhimbje ngushëllohet vetëm me lot, por vepra të këtilla janë më uniket, më të bukurat dhe më të përsosurat që mund të bëjë një njeri me zemër fisnike, të lumt për shpirtin që ke dhe për njeriun që je.